koalicion bre, një koalicion, edhe zgjidhet ky problem. Mirë, vesh ditën e. Si ja jap emnin, për arsye se shumë e drejtë, literalisht shumë është e bukur e drejtë, emnin kush nuk pe kupton që në demokraci duhet koalicioni. Kush nuk pe kupton që në demokraci? Jo, bre nuk pe kupton. Unë po them që lëvizja vetvendosje duhet me bëu koalicion me njërin nga partitë. E dyta, e treta. Apo kupton? Nuk është që na pi ditës sport që tu jena kon zgjedhje kur I kena komentuar zgjedhje duhet me pas një koalicion se nuk bëhet kjo punë. Kemi ditë që vjen çështja presidentit. E kemi testu veten me kryeparlamentare. Nuk u bë. Kemi në modus operandi është kalkulimi ditor politik tena. Ajo që mua po më intereson sot është që mua po më pëlqen jashtëzakonisht shpjegimi, veç mi dhon emën. Ne kemi bë thirrje. Unë po them që lëvizja vetvendosje, le ta shpallë një koalicion me LDK-n. Le të mirën vesh, ndaç Vjocën, ndaç Luminin, këto Glaukun, le ta bëjnë, po legitimiteti është I plotë. Por problemi është që unë nuk ja konteston legitimitetin, por fleksibilitetin strategjik nuk e njeh si fenomen një strukturë politike e cila don pushtetin tansi. Dhe kjo është e rëndë. Kjo është këgjera. Shumë qartë po e tham. Shkuarja në zgjedhje do të ishte gabim I vetvendosjes. Nëse ajo ka pa kompetenca përmes me dërgu vendin në zgjedhje. A do të ndëshkoj? Këtë do e shohim, se elektorati jonë nuk po gjykon politikisht në saje të arkivit politik. Do të thonë, ne jemi qenjë 2-3 ditore që aty, si u shujza, edhe aty për aty vendosim. Po nuk po muj me gjyku, nuk e di. Po me pas pak arkeologji politike, ndryshe do të kishim vendosur. Do të thonë, po do të ishte gabim, edhe në kuptimin esensit demokratik edhe memorës institucionale, do të ishte pafalshme, për mendimin tim. Po, arkiva kështë me qenë armiku më I madh I regjimit. I gjithëve kështë në arkiva. Albin Kurti, pse ke qenë në një regjime u këzëm Albin Kurti? Po, mos ma keq interpreta. Regjimet si të tilla mund të jenë demokratike autoritare. Unë nuk pe nënkuptoj më njëherë negativisht. Le ma vesh të thëmë si aspekt literal. Ka thonë edhe njëherë është më të shpjegu që ka kontekst edhe pozitiv të regjimit. Regjimi I dietës, për shembull. Kjo e thotë me kështu, regjim. Edhe demokracia është regjim. Ani që she morë, demokracia është regjimit. Regjimi totalitar me qenë patjetër. Regjimi është sistemi qeverisës, do të quhet regjim. Dakor, zë. Për shkuarjen në zgjedhje. Po, edhe matematikat që mund... Po, matematikat, sinqerisht, mendoj që riskun ose vendimin që Zotri Kurti e din që nuk do jetë njëjti rezultat me mos kandidimin e zonjës Osmani, por mendoj ka një qëllim tjetër, siç tha Zoti Burzulli që kështu. Thotë do djegem tani, më mirë të digjem tani me pak vota me 1% sa të qoftë, e mos ta kem zonjën Osmani 5 vjet në presidencë, e cila kozgjatja është më e gjatë, sepse tash po shihet që më së shumti do të frikën e kandidatëve të tjerë, do të thotë opozitar ta quajmë tash, të ka me zonjën Osmani. E pa që kjo opozite deri tani është me piksjale, zotit. Kohëve të funit opozita mori... Jo, të lutem. Do të mja dhon haku. Po, deri tani është, jo tash në çështjen e presidentës, është e vërtet. E deri tani është me shej nuk I la Zotri Kurti. Dhe tash, ai jam e bindur që biles vetvendosja është një nga subjektet politike që I monitoron jashtëzakonisht do të thotë rrjetet sociale, I imponon mendimet me militantët e tyre do të thotë politik dhe jashtëzakonisht I kanë ndjekur reagimet e qytetarëve të cilët nuk janë fake. Fatkeqësisht ndryshe nga ata të vetvendosjes, këtu janë me emra me mbiemra nëse ashe janë njerëz real të cilët janë ndikim këto reagimet e qytetarëve. Dëgjom, po jap mendimin tim visok se gjithmonë po ndërhyjnë lutem ta përfundoj. Po ta shtroj pyetjen me sigurisht reagimet. Janë kështu të thotë, janë me emra me mbiemra, nuk janë. Po do jetë gjithsecili, a keni problem kur ndërhyjnë? Nuk janë